Gëlltiti 62 ruaza magnetike flet mjeku i pediatrisë. Si e shpëtuam 3 vjeçaren. Një vajzë 3 vjeçare ka rrezikuar jetën pasi ka gëlltitur 62 ruaza magnetike. E mitura u dërgua me urgjencë nga spitali nga prindrit në spitalin pediatrik ku mjekët zbuluan përmes grafisë sasinë e pazakontë të trupave të huaj në stomak. Duke folur për rastin, mjeku gastrohepatolog Virtut Velmishi tregoi për procedurën e ndërlikuar që i shpëtoi jetën voglushes. Vajza mbriti rreth orës 22 dhe nga mjeku i turnit më është referuar grafia, u evidentua një konglomerat sferash magnetike. Ajo kishte gëlltitur rreth 62 sfera magnetike, të cilat mund të dëmtonin në rënd traktin digestiv dhe të rrezikonin jetën e fëmisë, u shpreh mjeku. Sipas tij, ky është një rast unik për nga sasia e madhe e objekteve të gëlltitura. Megjithse paraqiste vështirësi të madhe, ekipi mjekësor arriti t'i nxjerrë ruazat përmes një procedure endoskopike duke shmangur kirurgjinë. Mendoni një stomak sa një portokall, ku mund të heqësh një masë të madhe sferash magnetike. Endoskopia dhe ezofagu i një fëmie nuk e lejojnë këtë gjë. Ja dolëm t'i ndajmë në 4 pjesë dhe me një kosh endoskopik arritëm ta kryeni me sukses procedurën. Fëmia u shpëtua nga ndërhyrja kirurgjikale dhe brenda ditës u kthye në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore, ka thënë mjeku. Edhe pse rasti përfundoi me sukses, mjekët bëjnë apel për më shumë kujdes ndaj fëmijëve, sidomos atyre të moshës 1 deri 3 vjeç. Rastet e urgjencave për shkak të gëlltitjes së objekteve të huaja janë të përditshme. Duhet treguar kujdes i veçantë me baterit në formë pulle. Ato janë shumë të rrezikshme dhe mund të shkaktojnë djegje të ezofagut brenda vetëm 2 orësh, paralajmërojnë mjekët.